Është çelur sezoni turistik në Korçë me festivalin ndërkombëtar të karnavaleve, ku grupe të shumta shqiptare të huaja parakaluan në rrugët e qytetit duke sjellë atmosferë festive. Për të disa të invitradhës i karnavalet janë kthyer tashmë në traditë të veçantë, ku edhe qytetarët bën pjesë e maskave dhe kostumeve shumëgjyshe. Grupet e huaja sollën karaktere të veçanta, ndërsa këtë herë kishte edhe një grup të ftuar nga arbëreshët e Italisë. Është hera ime parë në Shqipëri, jam shumë e lumtur. Ne vim nga veriu i Serbisë, jemi një grup prej 20 vajzash të veshura si princesha dhe veshje të tjera, të cilat tregojnë bukuritë femërore dhe do të kërcejnë po ashtu. Ne jemi grupi rumun, është hera e parë në Shqipëri dhe në Korçë po ashtu. Po sillen në këto karnavale personazhe të prallave rumune, mbretëreshët, magjistarët, kafshët, po ndjehemi shumë mirë, sidomos me grupet e huaja. Mirë, shumë mirë, jemi veramente kutjen, kemi shumë harese artim, perché është e para herë që me shkuam këtu në Korçë. Burrave që vejnë shurbeje, veje punojnë. Këtu veshin burrat e bresh të Kalabria. E bresh, është Kalabriz, është ata që punojnë. Tek majet, majësorës. Blerta Belliu, drejtoresha e Artit dhe Kulturës, tregon se gjithë qyteti është në festë, ku qytetarët vetë kanë dalë të veshur si karnaval e duke festuar. Sigurisht që karnavalet e Korçës, përveç traditës dhe kostumeve që ne vazhdojmë t'i ruajmë, kemi dhe grupe që na kanë ardhur nga Rumania, Greqia, Serbia, diaspora, Polonia. Janë grupe të cilat kanë krijuar që sot në orët e para të mëngjesit atmosferë shumë bukur në qytet, siç ju dhe thatë në çelim sezonin turistik, e cila gjithmonë është shtunën e parë të muajit qershor. Korça ka përjetuar një bum turistik kohët e fundit, sidomos nga turistët e huaj.